Presidenti i Shqipërisë Bajram Begaj ka uruar qytetarët për vitin e ri 2026 duke vlerësuar punën e ndershme, angazhimin dhe sukseset e tyre që forcojnë besimin dhe shpresën tek e ardhmja. Ai ka uruar shëndet dhe mbarësi për çdo familje shqiptare, nga fëmijët tek gjyshërit, si edhe për shqiptarët në Kosovë, Maqedoninë e Veriut, Malë të Zi, Luginën e Preshevës, Arbëreshët dhe diasporën. Presidenti thekson rëndësinë e kujdesit për brezin e ri, investimin në të rinjt dhe angazhimin e përditshëm për të përmirësuar jetën e çdo familjeje shqiptare. Ai përshëndeti veçanërisht mjekët, infermierët, pjesëtarët e forcave të armatosura, punonjësit e rendit, zjarrfiksit dhe gazetarët që janë larg familjeve gjatë festave. Begaj uroi më shumë besim, mirëkuptim dhe solidaritet mes shqiptarëve dhe përfundoi mesazhin me gëzuar vitin e ri 2026. Zoti e bekoft Shqipërinë dhe të gjithë shqiptarët. Në prag të ndërrimit të viteve, drejtori i urgjencës kombëtare Skënder Brataj paralajmëron qytetarët për rreziqet nga përdorimi i fishekzjarreve dhe kapsollave, ndërsa siguron se urgjenca do të jenë të hapura dhe të përforcuara gjatë natës së vitit të ri. Brataj njoftoi se janë marrë masa shtesë, përfshirë shtimin e ekipeve, medikamenteve dhe mjeteve të nevojshme për të përballur me fluksin e pritshëm të emergjencave. Ai theksoi se fishekzjarret dhe kapsollat mund të shkaktojnë djegje, trauma dhe dëmtime serioze deri në humbjen e shikimit. Drejtori apeloi gjithashtu për kujdes në përdorimin e alkoolit, veçanërisht në kombinimin me medikamente apo lëndë narkotike, duke paralajmëruar për rrezikun e aksidenteve dhe dëmtimeve serioze. Brataj shtoi se qytetet më të rrezikuara janë Tirana, Korça, Vlora, Shkodra dhe zonat turistike, ndërsa momenti më kritik mbetet ora 12 e natës, kur ka rritje të aksidenteve dhe thirrjeve në urgjencë. Zelanda e Re është një nga vendet e para në botë që ka pritur vitin e ri 2026, pas atolit Kiritimati. Qytetarët në qytetin Auckland festuan me një spektakël të madh fishekzjarresh dhe mesurimeve për një vit të mbarë. Viti i ri në Zelandën e Re përkon me orën 12 sipas kohës shqiptare, ndërsa më pas festa do të kalojnë në Australi dhe në pjesë të tjera të botës, sipas zonave kohore. Tradita e pritjes së vitit të ri me fishekzjarre dhe atmosferë festive është ruajtur edhe këtë vit, duke mbajtur gjallë emocionin e ndërrimit të viteve. Orët e pritjes së vitit të ri ndryshojnë globalisht, pas Zelandës së Re vjen Australia, Korea, Kina, India, Emiratet e Bashkuara Arabe, Rusia, Afrika e Jugut, Europa dhe më pas Amerika e Veriut dhe Jugut. Australia priti vitin e ri 2026 në masa të rrepta sigurie, pas ngjarjeve tragjike në plazhin Bondi në dhjetor. Në Sydney edhe një pjesë të madhe e Australisë lindore, qytetarët festuan mesnatën, ndërsa qielli u ndriçua nga shfaqje ikonike të fishekzjarreve mbi urën e portit dhe teatrin e operas. Festimet përfshin edhe momente heshtje dhe solidariteti. Pasagerëve u kërkua të ndezin dritat e telefonëve në orën 23:00 për të përkujtuar viktimat. Pavarësisht rrethanave australianët u bashkuan për të mirëpritur 2026-ën me shpresë dhe unitet, duke respektuar kujtimet e ngjarjeve të fundit dhe duke festuar së bashku nisjen e vitit të ri. Dokumentet zyrtare të depozituara në Departamentin e Drejtësisë në SBA nga kompania amerikane Continental Strategy tregojnë se kreu i PD Sali Berisha vazhdon të paguajë për shërbime lobimi për të hequr statusin non grata për periudhën 24 shkurt 31 gusht 2025. Partia Demokratike ka paguar $750.000 për këtë qëllim. Sipas dokumentit, nuk ka ndryshime mbi qëllimet apo progresin e marrëdhënies lobuese, çka tregon se kontrata me kompaninë amerikane vazhdon, megjithse nuk ka pasur rezultate për të hequr njollën e zezë. Për më tepër, Kongresi Amerikan sapo ka miratuar Western Balkans Democracy and Prosperity Act, që kodifikon sanksione ndaj Ballkanit Perëndimor, duke e bërë procesin e heqjes së non gratës edhe më të vështirë. Ekspertët vlerësojnë se pagesat për lobim mund të jenë të efektshme vetëm nëse bindet presidenti amerikan dhe nën komisionet përkatëse në Kongres, duke e bërë procesin të gjatë dhe kompleks. Qyteti i Vlorës pësoi ndërprerje të furnizimit me ujë për disa zona, edhe pas riparimit të defektit kryesor të ujësjellësit. Për shkak të vjedhjes së Saraçineskës në stacionin e lagjes 24 maj, mungesa e ujit preku lagjen 24 maj, zonën e petroliferës, Tecin, portin e peshkimit dhe Zvërnecin. Ujësjellës Kanalizimet e Vlorës njoftuan se grupet e tyre ndërhyjnë menjëherë për zëvendësimin e Saraçineskës dhe rikthimin e furnizimit normal, ndërsa ngjarja është denoncuar pranë policisë së qarkut Vlorë. Autoritetet bëjnë thirrje për mbrojtjen e pronës publike, duke theksuar se dëmtimi i infrastrukturës ndikon drejt për drejt në furnizimin e qytetarëve. Kjo situatë vjen pas disa ditësh mungese uji që tronditën qytetin dhe shkaktuan protesta ndaj autoriteteve vendore, duke lënë gjysmën e qytetit të prekur pikërisht në prag të vitit të ri.
Ministria e Mbrojtjes njofton se nga dita e djeshme ka nisur kompensimi për dëmet e shkaktuara nga zjarret gjatë periudhës 15 qershor-15 shtator 2025 nga Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile drejt 10 bashkive të prekura. Në dispozicion janë vendosur 191.5 milion lek për të mbuluar dëmet në banesa, infrastrukturë, biznese, kultura bujqësore, mjete mekanike dhe objekte sociale-kulturore. Kryeministri Edi Rama ka deklaruar se shtëpitë e shkatëruara do të rindërtohen falas, ndërsa bagëtitë e humbura do të kompensohen. Procesi nis me evidentimin e dëmeve dhe grupet e konstatimit, të cilat përgatisin formularët dhe kostot financiare për çdo objekt të dëmtuar. Kompensimi vjen pas disa muajsh nga zjarret që goditën vendin dhe synon të mbështesë qytetarët dhe fermerët e prekur nga fatkeqësitë natyrore. 3 ditë pas zgjedhjeve të parakohshme parlamentare, po bëhet gjithnjë më e qartë se si do të formohet kuvendi i ri me 120 ulës. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka numëruar mbi 68% të votave, ndërsa pjesëmarrja ishte rreth 45% dhe 2 milion votuesve. Lëvizja vetëvendosje e kryeministrit në detyrë Albin Kurti doli bindshëm fituese, duke siguruar 56 ulëse, pasuar nga PDK-ja me 23 dhe LDK-ja 15, Lista Serbe me 9 dhe AAK me 6 deputet. Kandidati më i votuar është Albin Kurti me 240.000 vota, i ndjekur nga Glauk Konjufca dhe Albulena Haxhiu. Zgjedhjet tregojnë një mbështetje të madhe për LVV-n, ndërsa mbetet të shihet nëse Kurti do të tejkalojë rekordin e tij të votave nga zgjedhjet e shkurtit 2025, kur mori mbi 337.000 vota. Një dokument i publikuar nga gazetari kroat Edin Margetic tregon se pretendimet e presidentit serb Vučić mbi mos ekzistencën e turistëve snajper gjatë rrethimit të Sarajevës janë të pasakta. Dokumenti i regjistruar në ICTY më 22-24 gusht 2006 përmban dëshminë e zjarrfiksit amerikan John Jordan, i cili konfirmon ekzistencën e safarit të snajperëve. Jordan rrëfen se turistë të huaj, të trajtuar nga serbët, synonin civilet, përfshirë fëmijët dhe vajzat, duke i qelluar qëllimisht për të shkaktuar dhimbje maksimale. Ai përshkruan raste konkrete ku civil të pafajshëm u sulmuan në distancë nga snajper dhe si disa të huaj paguanin për të qelluar në Sarajevo. Analistët paralajmërojnë se publikimi i këtyre dokumenteve mund të rihapë debatet mbi përgjegjësinë dhe narrativat historike të krimeve ndaj civilëve gjatë rrethimit të Sarajevës, një çështje ende shumë e ndjeshme në rajon. Kancelari gjerman Friedrich Merz në fjalimin e tij të vitit të ri i bëri thirrje Europës të mbrojë vetë interesat e saj për të siguruar paqen dhe prosperitetin në 2026-ën, përballë sfidave si agresioni rus, proteksionizmi global dhe marrëdhëniet e vështira me SBA-n. Merz theksoi se lufta pranë Evropës kërcënon lirinë dhe sigurinë e kontinentit, ndërsa Gjermania përballet me sabotim, spionazh dhe sulme kibernetike çdo ditë. Ai nënvizoi gjithashtu rëndësinë e zvogëlimit të varësisë nga Kina dhe të forcimit të ekonomisë evropiane, si edhe nevojën që Evropa të udhëhiqet nga vetbesimi dhe jo frika. Kancelari përmendi rritjen e shpenzimeve për mbrojtje dhe përpjekjet për të mbështetur Ukrainën, duke e cilësuar vitin 2026 si një mundësi vendimtare për rilidhjen e Gjermanisë dhe Evropës me dekada paqeje, lirie dhe prosperiteti. Presidenti rus Vladimir Putin në fjalimin e tij tradicional të vitit të ri 2026 deklaroi se Rusia beson se do të dalë fituese në luftën që po zhvillon në Ukrainë prej gati 4 vitesh. Ai u bëri thirrje qytetarëve të mbështesin heroin tanë në front dhe theksoi nevojën për unitet kombëtar dhe sakrifica. Putin uroi për vitin e ri luftëtarët dhe komandantët që ndodhen në vijën e frontit, duke u kujtuar rusëve se miliona qytetarë mendojnë për ta. Fjalimi televiziv, një traditë që nis që nga koha e Brezhnevit, transmetohet çdo vit për të gjitha 11 zonat kohore të Rusisë dhe ndiqet nga miliona familje. Data 31 dhjetor shënon gjithashtu 26 vjetorin e ardhjes së Putinit në pushtet, që nga dorëheqja e Boris Jelcinit në 99-ën. Presidenti kinez Xi Jinping në fjalimin e tij të vitit të ri 2026 deklaroi se ribashkimi i Kinës me Tajvanin është i pandalshëm dhe objektivi kryesor i politikës së Pekinit. Ai foli një ditë pas përfundimit të stërvitjeve ushtarake intensive rreth ishullit, ku ushtria çlirimtare popullore simuloi një bllokadë dhe përfshiu 89 avion luftarak. Xi vlerësoi gjithashtu rolin e Kinës në skenën globale, duke përmendur konferenca dhe samite shumëpalçe, si samiti i bashkëpunimit në Shanghai, si dhe përparimet teknologjike dhe kulturore të vendit, përfshirë misionin Taiwan 2 dhe eksportet si Black Myth Wukong. Ai theksoi rëndësinë e ditës së rikthimit të Tajvanit dhe riafirmoi vizionin e Partisë Komuniste për njohjen e ishullit si pjesë të një Kine, duke përjashtuar kundërshtimin e shumicës së tajvanezëve.
Shqipëria do të luajë në mars 2 ndeshjet e fundit kualifikuese për Kupën e Botës, duke u përballur më 26 mars me Poloninë dhe më 31 mars me fituesit e çiftit Ukrainë-Suedi. Kuqezinë synojnë historikisht për herë të parë pjesëmarrjen në botëror. Kjo sfidë është interesante edhe për trajnerin Silvinho, i cili është brazilian. Pavarësisht se Brazili dhe shumë skuadra të tjera janë tashmë të kualifikuara, asnjë trajner brazilian nuk do të jetë në këtë botëror. Silvinho shpreh dëshirën që përveç kualifikimit me Shqipërinë, të mbajë lart edhe emrin e trajnerëve brazilianë. Trajneri thekson se do të jetë gjithmonë tifoz me Shqipërinë, edhe nëse përballet me vendin e tij, Brazilin.